Përshëndetje miq, me përshëndetjen më të bukur, sot është e shton, dita më e bukur, dita kur unë kum dal në dynjon, ditën e shton. Vetëm dita e shton përmendet në Kur'an. Përshëndetje kudo që jeni, siç e dini, live-et Facebooku pas një muaji i fshin. Është një lajmërim nga unë, por edhe nga ekipi im i Tim Shkupit, së pari me ju përshëndet dhe me ju thonë falenderit për përkrahjen, falenderit për gjitha mundimet që i bënin ballafaqim me të tjerët për ta mbrojtur shkollën e imamit shqiptarëve Tim Shkupit. Unë do t'jem dëshmitar i juve dhe ju do t'jeni dëshmitarët e mi në botën tjetër, se unë lajmin ua kam dhënë të vërtet se shahadeti i parë është xhallëria, mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit për shqiptaria. Në Maqedoni edhe në Kosovë ka zgjedhje. Unë si imam dhe lëvizja bota shqiptare nuk kanë ndonjë pozicion politik me përjashtim të shqiptarisë sonë si fej. Ka njerëz në të gjitha agrupacionet politike që kanë përqafu fejnë tonë, shqiptarin tonë si fej, se e vetmja fej e drejt, e vërtet, që thirë në besimin në një Zot të ilahi, që themi bismillah, elhamdulillah, është feja e shqiptarve dhe imami i shqiptarve Tim Shkupi. Ju që më njehni, i përshëndes të gjithë shqiptarët e Shkupit, të gjithë ata që më përqafojnë, më ndojnë, më respektojnë, më ndihmojnë nga zemra. I përshëndes edhe ata që janë vetëm shqip forsa dhe nuk janë shqiptarë. I përshëndes edhe hallexhinjët që janë varur për një rrogë, me pas mundësi me ju ndihmu, ju kisha ndihmu, sikur që po kam qef me ju ndihmu, me ju marrë me veti, me ju çu në xhenet, po nuk është ndurët e mia, jo, e imja është vetëm më dhënë lajmin. Unë nuk i takoj botës politikës të kamuflimit, ku kamuflohen njerëzit për interesa miskine, personale, ditore. Dhe puna eme ka dëshmu se jam shumë i përpikt në kontratën teme, në imanin, se iman, fjala iman është kontrat. Në kontratën time, unë jam shumë i përpikt dhe asnjëherë nuk e mashtroj Zotin tim. Asnjëherë. Mirë po, imami i shqiptarëve, lëvizja bota shqiptare që është regjistru në Shkup, tash edhe pak i ban një vjet, të futet në kampanjën zgjedhore dhe të preken lirit të drejtat e imamit shqiptarëve Tim Shkupit, Musala Mallarit, është pa presedan. Unë jam qytetar i lirë, është fakt se kam edhe pasaport atje, kam edhe pasaport shtetësinë e Britanisë Madhe. Jam i lirë dhe disa puçra, jo të gjithë, disa puçra që janë mbledh dhe i bojnë të meno Mickovskit. Edhe marrin foton teme. Gjoja se kanë me fitu vota e kanë shumë gabim. Shumë gabim e keni. Ti mund të flasish shqip, ti mund të mendojsh, po unë kam të ndjek deri te pragu i derës, unë nuk gutna. Se nuk kam borç, nuk ta kom dit votën, nuk jam drejtor, nuk jam ministër, nuk të kom mashtru
Nuk kom provoku, nuk kom ofendu. Mirë po, janë disa që janë konë edhe me LSDM, edhe me VMRO, bon edhe me Vučić, bon edhe me Erdogan. Ata nuk janë shqiptarë zërretit Ilir të Miletit Skënderbeg. Unë atyne u afali në momentin kur dalin haptazi kur dalin dhe të thojnë mos shikoni kisha e xhamia feja e shqiptarit të shqiptaria. Nuk mundet një ministër i Zaevit, me gjitha privilegjet që i ka posë, kam fjallën për Bekim Sali që mendon mu bo Zavendës, kryeministër, si pseudo shqiptar me përfasu shqiptarin e zurretit Ilir të Miletit Skënderbeg, që është Tim Shkupi dhe shokët e Tim Shkupit dhe Shiqir Zotit, po zgjohen shqiptar në Shkup me kuptu të vërtetën. Çka është e rëndësishme, shumë hoxhallar tani kanë fillu mu bo me mu. Shumë hoxhallar se din që ne flas të vërtetën e librit Zotit Kuranit. Se unë jam besher. Vetëm besheri frymëzohet, vetëm besheri ka mundësi me lexu risalen, vetëm besherit i vin engjëjt me laçit. E keni qartë ju. Se unë nuk e gënjej Zotin tem. Është fakt se Azizoglu nuk ma ka përmend emrin. Edhe ki ministër të Zaevi, deputet të Mickovski, marrë Vučićin nesër bëhet përsëri ministër të Vučićit Bekim Sali. Ndroje emrin, bane Blagoja! Blagoja bane, ti nuk je shqiptar. Unë jam shqiptar, nëse dal luft në Shkup më keni. Unë kum dal me nis luft me juve. Unë asë në zedjes jam, asë një ditë pu nuk e kam. Meni këto në përkat e juve që i kanë shërbit të gjitha regjimeve të slavisht falzve. Gjene një dokument që Tim Shkupi ka marrë rog dikon, ka qeni ponsum dikon, ma marrë mu emrin, bi emrin. Dhe ju që jeni disa, ju kum fshi, për deri sa ju kini bot tabi imamit Azizoglut. Jo vetëm fal një shqip mo, se nuk jeni distancu nga rrena nga mashtrimi. Prej 10 udhëzimeve që i zbritën Mojsiut, një është mos ban dëshmi të rrenshme, një bre nuk u bot burra nuk u bot me don me reagu, lene bre Tim Shkupin se su të na po asgjë. Çka keni me Tim Shkupin? Një bre nuk pat zemër, edhe ju trima, jeni ka kërdhia. Unë distancon edhe prej babës tem, edhe prej vllaut tem, edhe prej djalit tem, edhe prej vajzës teme, kur ta shoh që është dëshmi të rrenshme. Ju keni bo dëshmi të rrenshme dhe ju prit në dënimin, se dënimin ju vetë e thirrni në lojën e Ilahit. Vredi, a? Normal, ka dhe ati njerëzit mirë që janë me mu. Apo? E kam Kevin Kosterin këtu me veri të mbozit. E dhe krijetari lëvizjes bota shqiptare. E zotin arru. Bekim Sali, ditën kur do të bosh ti Zavendës kryeministër, nuk e di si do të shkojnë pregaditjet, ka me donë shesh Shkupit, me thonë që ti e turkofil, nuk je shqiptar dhe ti nuk e përfatson Tim Shkupin, që është shqiptar i zurretit Ilir të Miletit Skënderbeg, dhe kible e ka Shqipnien. I gjallë i vdekt, Tim Shkupi e ka kible Shqipnien. A more vesh Bekim Sali, Azizoglu, Aliameti nuk do mu të hakmar ti, Azizoglu, ti e i shqiptarizum, ti e sërb, prej Leskovacit i ardh, i shqiptarizuar, ti nuk u dzon me dal me dhonë feja e shqiptarit të shqiptaria. Nuk u dzon, as Bekim Sali nuk u dzon. Nuk guxoni, se nuk jeni shqiptar me gjak dem babadem të zurretit Ilir. Nuk guxoni momentin që kini me dal me thonë feja e shqiptarit të shqiptaria,
Fale kini prej me në dunjon edhe në hajret. Fale kini ua fali. Po jo zgudzoni, se je kini kërthizën e lidh të shërbimet anti-shqiptare. 15 vjetë këmë punu në Londër. 7 vjetë në Egjipt, 1 vjetë në Çeki, 1 vjetë në Zvicër. Jeni të vegjel. Jeni në se cilën fjalin të kuqen, futeni në hakun e huj. Prandaj, o gjallorët e juve, muslimanve kanë thonë, mos shko të Zoti me hakun e huj. Jeni me hakun tim dhe jo unë me hakun e juaj. Por, nëse nuk fiton koalicioni kombëtar, Tim Shkupi dhe njerëzit e Tim Shkupit kanë me bo parti pura shqiptare të Zorretit, Ilir, Miletit, Skenderbeg, vetëm me një njeri, vetëm me 3, vetëm me 33, vetëm me 330 në qendër të Shkupit, po nuk pranojmë se cilin, Bekim Salia, nuk pranojmë dhe Azizogla, por deri sa nuk e thojnë shahadetin e shqiptarve, sharti i por, jam i gjallë, se dhe Zoti me desht më mashtru, unë e duna më konë i gjallë. I gjallë gjallëria, hajale sala, vetëm i gjallë i lidhet. Dhe unë jam shqiptar, mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit i shqiptarit. Momentin që e thu, je antar i lëvizjes bota shqiptare, je njëtë si unë, dhe e ketë garantu me xhenetin edhe në tokë edhe në botën tjetër, se ti je bamirës prej paqdashësve, dhe nuk je fitnexhi, nuk je shpifës që i shkel dhe të urdhërat që i zbretën Mojsiut. Edhe ju që jeni në nënën tjetër, korrigjonu, reflektonu, lidhnë me Zotin e juaj, njërë sinqerë se Zoti ju ndihmon. Ju përshëndes, ditë bukur dhe sonte do t'jem live drejt për drejt te kanali Zoni Shqip i Kuranit dhe da ta vazhdojmë rrëfimin ton rrëth bive të Izraelit, ta shohmi se kush janë bive të Izraelit. Shqyqër Zoti që mund ka bo prej bive të Ademit e jo prej bive të Izraelit. Edhe bive të Izraelit ka njerëzit mirë, se njerëzit e mirë janë kudo, po do të mi kujtu të mira që Perëndia u dha bive të Izraelit, po nuk janë hebrenjët. Ju përshëndes dhe ju dushëm.